Në një fshat të vogël në zemër të maleve të Shqipërisë, ku drurët e lartë të bredhjeve shpirthnin aromë të pisha dhe ku burimet e kristalta këndnin këngë të vjetra, jetonin 4 motra që ishin më të bukurat dhe më të mençurat në gjithë krahinën. Emrat e tyre ishin Drita, Hëna, Ylli dhe Lule, secila me karakterin dhe bukurinë e saj të veçantë. Drita, motra më e madhe, kishte flokë të artë si rrezet e diellit dhe sy blu si qielli i qartë. Ajo ishte si një dritë udhëheqëse për të gjithë familjen, gjithmonë e gati të ndihmonte dhe të këshillonte të tjerët. Zemra e saj ishte plot dashuri dhe durim. Hëna, motra e dytë, kishte flokë argjendi që shkëlqenin si drita e hënës së plot dhe sy gri si rrete mbrëmjes. Ajo ishte ëndrruese dhe poetike, e dashuruar me librat dhe me muzikën. Zëri i saj ishte si muzikë qiellore ku këndonte nëpër kodra. Ylli, motra e tretë, kishte flokë të zini si nata dhe sy të errët si yjet që shkëlqenin në qiellin pa hënë. Ajo ishte e guximshme dhe aventuriere, gjithmonë e gatshme për të eksploruar vende të reja dhe për të zbuluar mistere. Shpirti i saj ishte i lirë si era e maleve. Lule, motra më e vogël, kishte flokë kështenje të butë dhe sy jeshil si gjethja e pranverës. Ajo kishte një zemër të pastër dhe të mirë, dhe duart e saj kishin fushi magjike. Çdo gjë që prekte ajo lulezonte dhe bëhej e bukur. Familja e tyre jetonte në një shtëpi të vogël prej guri në skajin e fshatit, ndërkaq prindërit e tyre punonin në fushat e grurit dhe në vreshtat që shtrihen përgjatë kodrës. Ishte një jetë e thjeshtë por e lumtur, plot me dashuri dhe mirëkuptim. Por në zemër të pyllit të errët që rrethonte fshatin, jetonte një shtrigë e vjetër dhe e keqe që quhej Mokra. Ajo kishte qenë diku një grua e bukur, por xhelozia dhe urrejtja e saj ndaj bukurisë së të tjerëve e kishin shndërruar në një krijesë të shëmtuar me flokë të gjelbër si myshku dhe sy të kuq si zjarri. Mokra jetonte në një kal të vjetër të rënuar, të rrethuar nga drurë të vdekur dhe lulezime të zeza. Çdo mbrëmje, ku dielli perëndonte pas majave të maleve, Mokra shikonte nga dritarja e kalas së saj dhe shihte 4 motrat e bukura duke luajtur në oborrin e shtëpisë së tyre. Zemra e saj mbushej me zili dhe me zemërim, sepse bukuria e tyre e kujtonte atë që ajo kishte humbur përgjithmonë. Pse ato duhet të jenë kaq të bukura dhe të lumtura, murmuriqte ajo mes dhëmbëve të saj të verdh. Pse fati nuk më ka dhënë mua atë që u ka dhënë atyre. Një natë, kur hëna ishte e plot dhe shkëlqente si një perle e madhe në qiellin e errët, Mokra mori vendimin që të hakmerej. Ajo do t'u merrte motrave bukurinë dhe lumturinë e tyre dhe do ta bënte atë të sajën. Mokra filloi të thurte një magji të errët dhe të fuqishme. Ajo mblodhi barna të helmuara nga pylli, gjethen e pemëve të vdekura dhe disa pika të gjakut të saj të zi. I hodhi të gjitha në një kazan të madh argjendi dhe filloi të përshpëriqte fjalë magjike në një gjuhë të vjetër dhe të harruar. Me fushinë e natës së errët dhe me zemërimin e shpirtit tim të dëmtuar, tha ajo duke lëkuar kazanin, le që bukuria e këtyre 4 motrave të shndërrohet në një mallkim që do t'i ndjek përgjithmonë. Le që secila prej tyre të marrë një formë të re, dhe le që vetëm nëse gjejnë sekretin e dashurisë së vërtetë, të mund të kthehen në formën e tyre njerëzore. Tymi i zi u ngrit nga kazani dhe u përhap si një re e errët drejt fshatit. Ai hyri në përçarjet e derës dhe të dritareve të shtëpisë së motrave dhe i rrethoi ato ndërsa ato flinin të qeta në shtretërit e tyre. Në mëngjes, kur rrezet e para të diellit prekën tokën, prindërit e motrave u zgjuan për t'i thirrur vajzat e tyre për mëngjes. Por në vend të 4 vajzave të bukura, ata gjetën 4 krijesat më të çuditshme që kishin parë ndonjëherë. Drita ishte shndërruar në një delfin të artë me sy të kaltër që notonte në një liçen të vogël që kishte shfaqur në oborrin e shtëpisë. Hëna ishte bërë një majë e bukur e bardhë me krah argjendi që fluturonte rreth e qark shtëpisë dhe këndonte një melodi të hidhur. Ylli ishte shndërruar në një ujk të zi me sy që shkëlqenin si vjet, që rendiste nëpër kopshtin e familjes me një shprehje të trisht në fytyrë. Dhe Lule ishte bërë një pemë e vogël portokalli me lule të bukura të bardha që lëshonte një aromë ngjëllore. Prindërit e tyre ishin të tmerruar dhe të dëshpëruar. Ata e dinin që kjo nuk ishte punë natyrale, por magji e errët. Filluan të qajonin dhe të pyesin në të gjithë fshatin nëse dikush e dinte se çfarë kishte ndodhur. Plaku Gjon, burri më i urtë i fshatit, erdhi të shihte 4 motrat e shndërruara. Ai ishte një njeri i vjetër me mjekër të bardhë dhe sy të ndritur nga dituri, dhe njihte shumë rreth magjisë së vjetër.
Kjo është punë e mokrës së keqe, tha ai duke tundur kokën me keqardhje. Ajo ka thurur një magji të fuqishme mallkimi mbi vajzat tuaja. Por mos u dëshpëroni ende. Çdo magji ka një kundërmagji, çdo mallkim ka një zgjidhje. Si mund t'i kthejmë vajzat tona në formën e tyre njerëzore? Pyeti nëna e tyre me lot në sy. Plaku Gjon u ul në një gur të vjetër dhe filloi të tregonte. Dikur, në kohëra shumë të vjetra, kam dëgjuar për një magji të tillë. Mallkimi mund të thyet vetëm nëse secila nga motrat gjen një person që do ta dojë me gjithë zemër pavarësisht nga forma që ka marrë. Dashuria e vërtet është forcë më e fuqishme se çdo magji e errët. Por kjo nuk është e lehtë, ata duhet të gjejnë dikë që do t'i dojë jo për bukurinë e jashtme, por për bukurinë e shpirtit të tyre. Fjalët e plakut Gjon u përhapën shpejt nëpër fshat, dhe shumë njerëz erdhën për të parë 4 motrat e shndërruara. Disa ishin të frikësuar, të tjerë ishin me mëshirë, por askush nuk e dinte se si t'i ndihmonte ato. 4 motrat, megjithse ishin në forma të ndryshme, akoma mund të mendonin dhe të ndinin si njerëz. Ato komunikuan mes tyre dhe u betuam që do të gjenin një mënyrë për të thyer mallkimin. Drita, si delfin, notonte në përliçenin e vogël dhe mendonte për mënyrën se si mund të ndihmonte motrat e saj. Ajo e dinte që si motra më e madhe, ajo kishte një përgjegjësi të veçantë ndaj të tjerave. Hëna, si maj, fluturonte lart në qiell dhe shikonte gjithë krahinën nga lart. Ajo kërkonte nëpër fshatrat e afërt, duke shpresuar se do të gjente dikë që mund t'i ndihmonte ato. Ylli, si ujk, ende nëpër pyll dhe kodra, duke kërkuar përgjigje në vendet ku askush tjetër nuk shkonte. Ajo nuk kishte frikë nga errësira apo nga rreziqet, sepse zemra e saj ishte plot me guxim. Lule, si pemë portokalli, qëndronte në kopsht dhe përhapte bukurinë dhe aromën e saj, duke shpresuar që dikush do ta kuptonte se sa i bukur ishte shpirti i saj megjithse trupi i saj ishte i ndryshuar. Ditët kaluan dhe u bën javë. Njerëzit e fshatit u mësuan të jetonin me 4 motrat e shndërruara, dhe shumë prej tyre filluan t'i donin ato edhe në format e tyre të reja. Një ditë, një udhëtar i ri erdhi në fshat. Ai quhej Arben dhe ishte një piktor i talentuar që udhëtonte nëpër vende të ndryshme për të gjetur frymëzim për punën e tij. Ai kishte flokë të kështenje dhe sy të ngrohët kafe dhe një zemër të mirë dhe të butë. Kur Arben mori vesh për historinë e 4 motrave, ai u interesua shumë. Ai shkoi tek liçeni ku notonte drita delfin dhe e shikoi atë me admirim. Sa e bukur je, i tha ai asaj. Jo vetëm në pamje, por unë mund të shikoj se ke një shpirt të ndritur dhe të mirë. Sytë e tu shprehin një mençuri dhe një dashuri që nuk kam parë ndonjëherë. Drita u gëzua shumë që dikush e kuptonte atë. Çdo ditë, Arben vinte tek liçeni dhe bisedonte me të dhe pak nga pak ata ranë në dashuri. Arben e donte drien jo për atë që kishte qenë, por për atë që ishte një krijesë me zemër të artë dhe shpirt bujur. Një mbrëmje, kur dielli po perëndonte dhe liçeni shkëlqente si pasqyra e artë, Arben i tha drijes: "Unë të dua me gjithë zemrën time, dhe nuk më intereson se në çfarë forme je. Ti je gruaja më e bukur që kam takuar ndonjëherë, sepse bukuria e vërtet vjen nga shpirti." Në atë moment, një dritë e artë rrethoi drien, dhe ajo filloi të ndryshonte. Pak nga pak, ajo mori sërish formën e saj njerëzore, por akoma më e bukur se më parë, sepse tani bukuria e saj e jashtme reflektonte dashurinë që kishte gjetur. Të gjithë në fshat u gëzuan kur panë që mallkimi mund të thyhej me dashuri të vërtetë. Kjo i dha shpresë edhe 3 motrave të tjera. Pak kohë më vonë, një çoban i ri që quhej Burim, i cili kishte dëgjuar historinë e motrave, erdhi në fshat. Ai ishte një djalë i thjesht por me zemër të pastër, që i donte shumë kafshët dhe natyrën. Burim u magjeps nga kënga e bukur e hënës Maj. Çdo mbrëmje ai vinte dhe ulej në pemët ku ajo këndonte dhe dëgjonte meloditë e saj të mrekullueshme. "Zëri yt është më i bukur se muzika e engjëjve", i thoshte ai asaj. "Edhe sikur të mos të kish asnjë gjë tjetër në botë, unë do të isha i lumtur vetëm duke dëgjuar këngën tënde." Hëna u ndjen e kuptuar dhe e dashur. Burim nuk kërkonte nga ajo asgjë tjetër përveç asaj që ajo ishte. Ai e admironte talentin e saj dhe bukurinë e shpirtit të saj. Një natë me hënë të plot, kur hëna po këndonte një melodi veçanërisht të bukur, Burim i tha: "Unë të dua ashtu siç je me gjithë zemrën time. Ti je më e bukura në gjithë univers, sepse ke një shpirt që shkëlqen më shumë se të gjithë yjet." Edhe në këtë rast, një dritë argjendi rrethoi hënën,
dhe ajo u kthye në formën e saj njerëzore, akoma më e bukur se më parë. Tani mbeteshin vetëm dy motrat, Ylli dhe Lule. Ylli ujk vazhdonte të endej në përpyje, duke kërkuar aventura dhe duke mbrojtur fshatin nga rreziqet. Një ditë, ajo takoi një gjuetar të ri që quhej Furtunë. Ai ishte i guximshëm dhe i fortë, por kishte një zemër të mirë. Në fillim, Fortuna u friksua nga ujku i zi, por pastaj e vuri re se si ajo mbrojte fëmijët e fshatit nga kafshët e egra dhe si ndihmonte udhëtarët e humbur. Ai e kuptoi që ky ujk kishte një shpirt njerëzor. Ti nuk je një ujk i zakonshëm, i tha ai një ditë. Ti je më bujare dhe më guximore se shumë njerëz që kam takuar. Kam respekt dhe admirim për ty. Ylli u gëzua që dikush e kuptonte vërtet natyrën e saj të guximshme dhe të mirë. Fortuna dhe ajo filluan të kalojnë kohë së bashku, duke eksploruar pyjet dhe duke mbrojtur fshatin. Një ditë, kur ata po luftonin kundër një caklite që kishte sulmuar fshatin, Fortuna i tha Yllit: "Unë të dua për guximin tënd, për zemrën tënde të madhe dhe për shpirtin tënd të lirë. Ti je partnerja më e mirë që mund të kisha kërkuar." Një dritë e errët si vjet e natës rrethoi Yllin, dhe ajo u kthye në formën e saj njerëzore, më e bukur dhe më e fuqishme se më parë. Tani mbetej vetëm Lule. Lule Pema vazhdonte të qëndronte në kopsht, duke lëshuar aromë të mrekullueshme dhe duke prodhuar lule të bukura. Shumë njerëz vinin për ta parë atë, por askush nuk dukej se e kuptonte vërtet. Ditët kaluan dhe Lule filloi të dëshpërohet. A do të mbetej ajo përgjithmonë në këtë formë? Një ditë, një fëmijë i vogël që quhej Dren, i cili ishte jetim dhe jetonte me gjyshen e tij, erdhi në kopsht. Ai ishte i trisht sepse gjyshja e tij ishte sëmur dhe ai nuk kishte para për ta mjekuar atë. Dreni ul në hijen e Lules Pem dhe filloi të qaj. Lule, me zemrën e saj të mirë, u ndjen e dhimbsur për fëmijën. Sa do të doja të mund ta ndihmoja këtë fëmijë, mendoi ajo. Papritur, ajo vuri re se mund të lëvizte degët e saj. Ajo i ul një deg të plot me lule dhe fruta portokalli për Drenin. Djali i vogël u gëzua dhe i mori ato me kujdes. "Faleminderit, Pem e bukur," tha ai. "Ti je shoqja ime më e mirë në gjithë botën." Çdo ditë, Dreni vinte tek Lule Pema dhe i tregonte asaj për problemet e tij, për gjyshen e tij të sëmur dhe për ëndërrat e tij. Lule e dëgjonte me vëmendje dhe gjithmonë gjente një mënyrë për ta ndihmuar, i jepte fruta ushqyese, lule për ta gëzuar ose thjesht hije dhe prehje. Dreni nuk e dinte që Pema ishte në të vërtet një vajzë e bukur e mallkuar, por ai e donte atë me gjithë zemrën e tij të vogël dhe të pastër. Ai fliste me të si me një mike të vërtet. Një ditë, kur gjyshja e Drenit ishte veçanërisht e sëmur, djali i vogël erdhi tek Lule dhe tha: "Pem e dashur, ti je gjithçka që kam në këtë botë. Edhe sikur gjithë bota të më kthente kurrizin, unë e di që ti do të jesh gjithmonë këtu për mua. Të dua më shumë se gjithçka." Këto fjalë prekën thellë zemrën e Lules. Ajo kuptoi që dashuritë më të vërteta nuk vinin gjithmonë nga romance, por nga përzetësia dhe mirëkuptimi i vërtet. Një dritë e gjelbër dhe ngrohtë si pranvera rrethoi Lulen, dhe ajo u kthye në formën e saj njerëzore. Dreni qëndroi i habitur, por kur Lule ju shpjegua gjithçka, ai u gëzua akoma më shumë që miku i tij i dashur ishte një njeri i vërtet. Lule, me zemrën e saj të mirë dhe duart e saj magjike, e shëroi gjyshen e Drenit dhe u kujdes për të dy përgjithmonë. Kur të katër motrat ishin kthyer sërish në format e tyre njerëzore, ato vendosën të hakmeren ndaj mokrës së keqe, por jo me urrëtie dhe dhunë, por me diçka më të fuqishme, me dashuri dhe falje. Ato shkuan tek kalaja e rënuar e mokrës dhe i thanë: "Ne nuk jemi kthyer për t'u hakmarr. Ne jemi kthyer për të falur dhe për të dhënë atë që ti ke kërkuar gjithmonë, dashuri të vërtetë." Mokra, që kishte pritur zemërim dhe hakmarrje, u habit nga mirësia e tyre. Për herë të parë në shumë vite, zemra e saj e errët filloi të ndryshonte. "Por pse?" pyeti ajo. "Pse më faleni pas gjithçkaje që ju kam bërë?" "Sepse kuptojmë dhimbjen tënde," tha drita. "Ti nuk ishe e keqe për natyrë, por ishe bërë e tillë nga vetmia dhe dhimbja. Ne të ofrojmë miqësinë tonë." Fjalët e motrave prekën thellë zemrën e mokrës. Për herë të parë që ku ishte bërë shtrig, ajo qau, por këto nuk ishin lot zemërimi, por lot pendimi dhe gëzimi. Lotët e saj të vërteta thanë magjinë e errët që mbante atë në formën e shtrigës. Pak nga pak, ajo u kthye në atë që kishte qenë dikur, një grua të bukur me zemër të mirë.
Faleminderit, tha ajo duke qarë. Ju më keni dhënë atë që kam kërkuar gjithmonë, dashurinë dhe faljen. Nga ai moment, Mokra u bë një nga banorët më të dashur të fshatit. Ajo përdori njohuritë e saj për magji për të ndihmuar njerëzit, dhe jetoi me paqe dhe lumturi. 4 motrat u martuan me të dashurit e tyre, dhe jetuan një jetë të lumtur dhe të gjatë. Drita dhe Arbeni patën fëmijë që ishin artistë të talentuar. Hëna dhe Burimi patën fëmijë që kishin zëra të mrekullueshëm. Ylli dhe Furtuna patën fëmijë të guximshëm dhe aventurier. Lule adoptoi Drenin si të birin dhe e rrit atë me dashuri të madhe. Dhe përallesa e tyre u përhap në përgjith botën si një mësim i bukur se dashuria e vërtet nuk shikon pamjen e jashtme, por bukurinë e shpirtit. Gjithashtu, ajo mësonte se edhe zemrat më të errta mund të ndriçohen nga mirësia dhe nga falja. Në fund, sekreti që e shpëtoi familjen nuk ishte vetëm dashuria që morën nga të tjerët, por edhe dashuria dhe falja që ato u dhanë armiqve të tyre. Sepse nëse dikush do të jetë vërtet i lumtur, ai duhet të mësojë jo vetëm të dojë, por edhe të falë. Dhe ato jetuan përgjithmonë të lumtura, duke e mbajtur gjallë sekretin e dashurisë së vërtet në zemrat e tyre dhe duke ja bartur këtë mesazh gjeneratave që erdhën pas tyre. Kjo përrall na mëson se bukuria e vërtet vjen nga brenda, se dashuria e vërtet nuk ka kushte, dhe se falja është fushia më e madhe që mund të ketë një zemër njerëzore.